Selin Bollati u shfaq fituesi i edicionit të së vjetëm të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke rrëmbyer kështu çmimin e madh për 100.000 eurosh. Balerina fitoi zemrat dhe mbështetjen e publikut, çka reflektoi edhe te kurorëzimi i saj si fituese. Pasi u shfaq fituesi i këtij edicioni, Selin ka thyer hershën përmes një postimi emocionues në rrjetet sociale, duke folur për rrugtimin e saj 120 ditor në shtëpinë të famshme. 120 ditët e Selin nuk është një postim i rëndom të Instagrami për 1000 emocione të mbledhura me pak fjalë mirënjohëse, një rrugtim sfidues, emocionues, një përballje jo vetëm me njerëz me të cilët ndava një shtëpi, por mbi të gjitha një përballje me veten time. Me atë Selinin e vërtetë që qëndroi tjetër 120 ditë, 24/7. Ky sot më është një falënderim special, një falënderim zemër për të gjithë ata që më 19 dhjetor e njihnin shumë pak Selinin dhe më 18 prill u dashuruan, u apasionuan dhe u bën familja ime e dytë. Publiku im, dashamirësit e mi, mbështetësit e mi, pa ju rrugtimi im nuk do të kishte shpirt, nuk do të kishte dritë, nuk do kishte kuptim, nuk matet rruga me hapat që hedh përmes zemrat që prek. Udhëtimi im nuk ishte drejt finales, por drejt vetes dhe ju ishi drita ime në çdo hap. Falënderimet e mëdha vijojnë për emrat që kanë frymëzuar Selinin e vogël dhe i kanë hapur derën Selinit të madh. Ndër të tjera, Selin Bollati falenderoi dhe organizatorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke shprehur mirënjohje të madhe. Selin Bollati arriti të shtunën e 18 prillit të rrëmbej çmimin kryesor në shtëpinë e famshme derisa ndau finalen e madhe me Mirin, Mateon dhe Rogertin. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.